Të cakulli, qeveria shihet ende që sipas kritikëve ka nevojë ta mirëmbajë kauzën për sovranizimin e Kosovës, për veriun, pa dhe aksionin për rinimin e villave rreth liçenit të Ujmanit. Natyrisht ligji duhet zbatohet ndaj kujdo, përtej çdo prejardhje që përfaqëson ai, etnike e çdo tjetër. Por në anën tjetër, a mendoni se ka qenë më prioritet për qeverinë Kurti që ta shikoj më mirë se si po arrin marrëveshjen Tazëm ose kompromisin në ligjin për shtetësinë teksa erdhë Sorensen ndërmjetësi në Kosovë. Më prioritet për ju do të ishte për Kosovën e nesërme që qeveria të jetë e kujdesshme që ta bëjë një ligj që qartëson në mënyrë të plotë gjithë procesin e verifikimit për kudo që merr shtetësinë, kërcënimi këtu është për serb, që nuk kishin mirëfilli banorët Kosovës, por që të dhënat e tyre mund edhe të manipulohen. Kush është prioritet për ju? Rrëzimi i disa villave në Ujman, që mund ndodh, mund të bëhet dhe kudo tjetër, apo një ligj për shtetësinë? Ka qenë një deklarat, Ridvan kujtoj para disa vitesh, kur kryeministri Kurti pa përmendur që normalisht gjithë në Kosovë janë për zbatim të ligjit, por kujtoj e patën po e citoj, si është e mundur që ky zbatim i ligjit po bëhet në zona ku pak fërkohemi me Serbinë përkatësisht me serbët. Dhe unë njëjtën pyetje e kam edhe aktualisht. Më shumë kriminal për metrë katror ka thënë ka në Prishtinë se sa në Pikërisht. E tash, kjo çështja e Tazëm villave në Ujman ose zhvill aksioneve të tjera që kanë ndodhur në veri, duhet shihet nga dy perspektive. E para, sa është e nevojshme. Unë besoj që ka qenë e nevojshme, por kjo nevoja ka gjithmonë edhe idenë e zbatimit ligjit. Pra, ajo çfarë ka bërë Kosova dhe që e ka humbur pa nevojshëm një betejë të tillë politike edhe në sytë të ndërkombëtarëve është që ky rënimi i villave në Ujman ka ardhur pa u konsumuar një afat i cili ka qenë një javë apo dy maksimalisht. Pra, për një pritje 2 javore, Kosova përveç se ka marrë çortime nga gjithë ndërkombëtarët, sidomos nga BE-ja, tashmë po e konsolidon në sytë të ndërkombëtarëve këtë idenë që Kosova po sillet pa përgjithshëm me komunitetet. Pra, nga ajo çfarë kam parë në deklarimet e ndërkombëtarëve, sidomos së zyrës së BE-s e të tjerë, kanë qenë jo pse u rënuan, po pse u rënuan pa u zbatuar procedurat ligjore. E kjo ka qenë besoj krejtësisht e pa nevojshme si veprim i tillë, ka mundur të pritet edhe ky afati ligjor që pastaj betejë të jetë fituar në tavolinë. Pra, pastaj s'do të kishte as BE-ja, as kush tjetër. Në anën tjetër, për fat keq vendset merren me idenë se është respektuar në plotëni ligji. Bona një asimetri nëse mund ta them ashtu me ligjin për shtetin, duhet të ishte më vëmendshme me kujdesshëm në atë proces. Pikërisht. Tash kur merresh me çështje të vogla të cilat sjellin përfitime të shkurtra, afa shkurtra elektorale, rreziku është që vëmendja të mos jetë tek çështje që kanë rëndësi strategjike e që kanë pasoja tek gjenerata të tëra, siç është çështja Tazëm e ligjit për shtetësinë. Ndonëse unë besoj që kryeministri Kurti ka qenë, siç e kanë thënë disa ndërkombëtarë, prej të vetëmve që kanë pasur mundësinë që ta përfundojnë një çështje të tillë. Unë besoj që këtij ligji nuk i është kushtuar as rëndësia e as vëmendja që është dashur ta ketë. Nuk ka pasur pothuajse fare diskutim publik për këtë çështje. Pra, përveç se kur është miratuar, një pjesë e madhe e publikut edhe sot besoj as nuk e ka idenë se çfarë kriteresh të lehta ose të buta janë vendosur për marrjen e shtetësinë të Kosovës, që shpesh herë është përmendur Tazëm jo çështja e atyre që jetojnë në Luginë ose diasporës, por në fund të ditës rreziku nuk vjen nga ta. Vjen nga potenciali që Serbia ka për ta sistematizuar përmes manipulimit të dhënave, të adresave të tjera, e që të sjellë një numër të konsiderueshëm të serbëve që mund të marrin shtetësinë e Kosovës, e që nuk duhet harruar që sipas kushtetutës dhe ligjit në Kosovë, të drejtë vote ka çdo shtetas i Kosovës. Aktualisht, serbët ndonse përbëjnë më pak se 5% të popullsisë dhe të trupës elektorale në Kosovë, kanë 10 deputet, por që pragu i tyre për të kaluar përtej 10 deputetëve, me disa dhjetra mira, e mos flasim për qindra mira serbë që potencialisht mund të marrin shtetësinë, rrezikon që pastaj të vijmë në pikën ku serbët përveç se do të kishin 10 ulse që aktualisht i kanë, do të mund të fillonin të merrnin mandate edhe në mesin e 100 ulseve që kanë shqiptarët. Dhe unë besoj që nuk është bërë kjo analizë, as nuk është menduar ky skenar, e kanë paqartë pse, por si ta emërojmë këtë? Si një lëshim, si një kompromis tepër i dëmshëm për një Kosovë nesërme politike?
Unë besoj që janë të dyja bashkë, sepse ky lëshim edhe nëse është përdorur si kompromis, kompromisi duhet të ketë një barazvlerë cilën ti e merr. Kosova s'ka marrë asgjë. Cilën lajmin Pra- që mund të hyjë në marrëdhënie për të antarësuar në BE, jo. As për antarësim në BE, Dialogun as për partneritet strategjik, as për partneritet për paqe, as një prej pikave që Kosova i ka kryesura, madje as për Këshillit të Evropës. Këshilli i Evropës nuk e diskutuam që është shumë i rëndësishëm. Dhe unë besoj që gjitha këto tregojnë që në radhë parë ka pasur lëshim, ka pasur një nivel të mospërgjegjësisë dhe mbi gjitha mungesë analizës mirëfillt mbi pasojat që prodhon një ligj i tillë, sepse në fundit tek që ka pasur kaq shumë vëmendje kërkesë ndërkombëtare, është dashur që dy fish më shumë t'i kushtohet rëndësie vëmendje. Madje ka qenë vetë partia në pushtet që gjithmonë ka kërkuar që çështjet që derivojnë në mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthort nga dialogu, përkatësisht nga kërkesat e ndërkombëtarëve për dialogun me Serbinë, ta kenë një nivel shumë fish më të lartë transparencës, sepse veç në këtë mënyrë mund diskutohen këto skenarë dhe unë besoj që ekziston rreziku që në një periudhë ta zëm 10 Po ishin me vjetore. shqetësim gjithë këtë. Absolutisht, sidomos në ta kërcënojnë Kosovën, jo vetëm demografike të nesme, po edhe problemi politike, është jo në vetëm aspektin politik dhe të potencialit bllokimi që pastaj do të mund ta kishte komuniteti serb në kuvendin e bllokimi? Kosovës, që aktualisht ta zëm ndonë se kemi një deputet që nuk është nga rodhët e listës serbe, në një situatë potenciale, veç ta mendojmë për shembull ku për shkak të sjelljes spektrit politik që refuzojnë bashkëpunimin me listën serbe, çka nëse një ditë lista serbe do të fitonte 10 nga 10 mandate dhe do të refuzonte pjesëmarrjen në seancë konstituive dhe do ta lënte kuvendin pa konstituar. Nuk ka asnjë mekanizëm debllokues për një gjë të tillë. Prandaj është e panevojshme që të arrijmë në pikën ku përveç se ne ka një mekanizëm të tillë në bazë të aktgjykimit të fundit, të mund të vijmë në pikën ku pasaj kjo do të ishte shumë fish më e rrezikshme për shkak të numrit edhe më të madh të deputetëve. Meqense komuniteti ndërkombëtar hyri garant për Kosovën shtet të Ahtisarit, nëse mund ta them ashtu, duke u kujdesur që liderët e shumicës zbatojnë fjalën e dhënë sa i përket pakicave, rrjedhimisht sa i përket serbëve. Jemi sot në vitin 2026. A do të mundte kjo qeveri për 6 vite, zoti Cakull, meqense e përcjellin nga afër çdo zhvillim të detajshëm edhe politik, a do të mundte kjo qeveri me një kurs tjetër politik, krijonte rrethonat përshtatshme për një mjedis më plural politik të vetë serbët e Kosovës, që gjithë ajo mbështetje për listën serbe të reduktohej ose të paksoj, të krijoheshin edhe parti të tjera me një kurs tjetër politik. A do të mund ndodhte kjo? Dhe që Kosova të shihet si një vend megjithatë që respekton pakica, gjë që e bën, nuk e bën. Fillimisht Kosova padyshim është prej vendeve që krahasuar me gjitha vende tjera respekton pakicat besoj më shumë se kushdo tjetër. Por problemi që ndron tek fakti që nëse krahasojmë me tjerë, pak vende kanë rregullim si të Kosovës. Problemi në Kosovë qëndron tek sjellja duke u përpjekur që të paraqiten si struktura kriminale, e që janë shumica dërmuese e tyre si të tilla me ato cilat është marrë qeveria, por pastaj mungesa e kujdesit tek popullata civile është ajo që shpeshherë ka bërë dallimin, sepse komuniteti serb në pjesën veriore të vendit përmes organizatave madje edhe shoqërisë civile atje, shpeshherë ka pasur reagime që kanë treguar që disa prej vendimeve të qeverisë në fundit kanë pasur ndikim civil, pra tek qytetarët e zakonshëm, e për cilët unë besoj ka ekzistuar një lloj vije kuqe tek ndërkombëtar që mund bëhet ndjekja penale e kriminalëve të tjerë, por disa çështje komuniteti ndërkombëtar nuk e ka çortuar Kosovën se po zbaton ligjin, por në një pikë vetme të drejtat e ligjit themelore njeriu që janë lidhur me garancat që ata kishin dhënë vetë për një Kosovë të Ahtisarit, një Kosovë shtet Ahtisarit, një Kosovë model që respekton të drejtat e ligjit themelore. Një kurs tjetër po themi i qeverisë. Po tash problemi është që kursi politik që Kosova ka ndjekur për gjatë 5 viteve të fundit, e që në sytë e publikut e në bazë të deklarimeve gjithashtu të qeverisë, është situata më e mirë e sigurisë që kemi pasur në veri, ka arritur që lista serbe t'ia marrë vetëm 10%. Pra aktualisht zoti Rašić, edhe ai me përkraje që dim se si kanë qenë ligjet e fundit, ka arritur që mes ta marrë një deputet. Pra, përkundër ndryshimit të strukturës, ky kurs politik që ka ndjekur Kosova nuk ka sjell rezultatin që është pritur. Pra, në mesin e komunitetit serb ende mungon një demokraci e vërtet
partijake. Kam ambient pluralist. Në kuptimin që në edhe ata ndikimin direkt të Serbisë. Po, për shkak se problemi unë besoj përveç ndikimit të Serbisë që është masiv edhe përmes skemave të tjera, është fakti që ata shpeshherë i ka bërë bashk fakti që janë ndjerë të rrezikuar edhe nga prania të zëme institucioneve tona në veri, që normalisht nuk ka qenë e bazuar që e tillë, sepse qëllimi ka qenë për të mirë, por prapë nga ajo çfarë kemi parë është azëmë disa prej zërave më kritik madje të listës serbe, kanë përfunduar në fund duke u bërë pjesë e tyre, mbas edhe për shkak të ndikimit të Beogradit, por mbi gjitha për shkak të faktit që është thënë që në mes të strukturave kriminale që po e terrorizojnë komunitetin serb në vazhdimsi, pra ato strukturat e Radojqićit e të tjera, dhe një pranie të tillë të blinduar të institucioneve të Kosovës, ne nuk është e përkrojë mas tjerën. Pra, nuk është arritur që të kapitalizohet niveli i pakënaqësisë që ka ekzistuar me listën serbe. Edhe vetë serbët. Edhe tek serbët. Dhe unë besoj që Kosova çfarë duhet bëjë? Serbët ishin në presion e friksimi, intimidim nga këta kriminalë. Tash, kur ka ndodhur ky largimi i strukturave kriminale ose zvoglimi i potencialit të tyre, ka mbetur një lloj bashllëke që nuk është mbushur. Dhe unë besoj që ky ka qenë problemi kryesor, që institucionet e Kosovës nuk kanë bërë sa duhet për të promovuar ose për të kontribuar në krijimin e alternativave të reja politike. Sepse në fund të fundit, në kuadër të zgjedhjeve, të paktën nga ajo çfarë kemi monitoruar, çështjet më të përmendura gjatë fushatës ose që kërkon edhe nga qytetarët serb në veri të vendit, është jo vetëm çështja e sigurisë, por dhe kjo ideja që ju na keni premtuar që do të vetë menaxhohemi, edhe ka qenë në fakt është pjesë e marrëveshjes. Edhe është kjo ideja e vetë menaxhimit, ideja që serbët asociacioni po do të kenë një nivel më të lartë të vetëqeverisjes nëpër zonat ku jetojnë, nuk është për këtyre në diçka praktike. Dhe unë besoj që kjo ka bërë që Kosova të dështojnë këtë drejtim. Për bindjen time, është mirë që kemi të paktën 2 parti, por është jashtëzakonisht larg pragut që secili prej nesh. Një ambient plural do të mund të krijojë një politikë të mençur që absolutisht. Siç e kemi pasur të mas populizmi dhe krimit të ngjallave që unë besoj që bëjnë drama elektorale. Këtu është tentuar që të bëhen 2 paralele, pra në njërin anë siç ka qenë deri në vitin 2019, pra kur lista serbe ka pasur dominim absolut, dhe një situatë të tillë ku po tentohet që të forcohet vetëm një subjekt politik, këtë rast zoti Rashić. Por nuk ka pasur diçka ndërmjet. Pra, në sytë e komunitetit ndërkombëtar që janë prezent këtu, lexohet sakt situata, sepse ata hyn garant për Kosovën shtet me një komponent themelore që të jetë vend natyrisht demokratik, po se po ku sundon ligji, por edhe në palimin e multietnicitetit. Kur shumica është hy garant për të respektuar drejtat edhe ato të veçanta shtesë që ka dhënë shumica për komunitetin serb. Dhe prandaj po bisedojmë për serb, për pjesën ku Kosova vjen të qortohet, edhe nga departamenti Amerikan i Shtetit, ku ato garanca të tyre perëndimore nuk po shihet që po trazohen, po lëkundën. Ka qenë në të kaluarën që Kosova ka drejt të zbatojë ligjin, pa diskutim që po, se ligji duhet zbatohet, edhe largimi i kriminalëve, edhe kujdo, dhe mirë ka bërë, po krahas zbatimit ligjit, thuhet që ky boshlëk është krijuar. Unë besoj ka qenë një situatë e cila e shpjegon shumë mirë këtë, kur ka qenë çështja e zbatimit ligjit, unë kujtoj ka pasur një reagim të ndërkombëtarëve nga gjitha vendet e Kuintit që nëse dëshirojmë flasim për zbatim të ligjit, atëherë pse nuk vlen ligji njësoj edhe kur disa të drejta janë të garantuara me ligj. Për shembull, Kosova ka marrë çortime krejt të panevojshme për çështjen e certifikimit të listës serbe. Edhe ajo ka qenë çështje ligjore. Pra ndërkombëtarët e kanë përdorur pikërisht fjalën tonë, kanë thënë epizode heroike drama. Kanë thënë ndërkombëtarët në atë kohë e ndiqnin linjën që nëse Kosova ka të drejtë që ta zbatojë ligjin, ta zëmë në veri për çështjen e torjeve, pse nuk e zbaton Kosova ligjin që i garanton pjesëmarrjen në zgjedhje komunitetit serb përmes përfaqësuesve të zgjedhur tyre politik. Pra problemi jon ka qenë që e kemi përdorur zbatimin e ligjit kur na ka konvenuar, e kur është parë që mund të ketë potencial ose ndikim negativ sa i përket elektoratit të lëvizjes vendosje, pastaj nuk është zbatuar ligji. Dhe unë besoj që ky është problemi kryesor. Kosova në kuadër të njohjeve që ka marrë, pika kryesore në kuadër të njohjeve që ka marrë Kosova është padyshim parimi që shumica do të përkujdeset për pakicat, e normalisht në veçanti për komunitetin serb, në masën që mund t'i bëj ata të ndihen që edhe ky shtet është i tyre. Dhe nëse ne dështojmë ta bëjmë një gjë si shumicë që kemi përgjegjësi ndaj
pakicave dhe ndaj serve, kur kem këtë infrastrukturë, e kem bërë me fjalën tonë, me zotimin tonë, e kem kushtetut. Dhe në anën tjetër krijojmë epizode ngjarjesh që lëkundin gjithë ato të arritura. Që ka bërë Kosova, që duket shembull dhe të vjoj rrugën e konsolidimit në marrëdhënien ndërkombëtare. Ndërkombëtarët kanë bërë qartë që mund të lobojnë për shovinistë të Serbisë, ta them. Kosova ka marrë një pjesë të njojeve, nuk po flas vetëm për ato të fillimit, por edhe ato që ndërkombëtarët kanë bërë pastaj, pikërisht në kuadër të nivelit jashtëzakonisht të lartë të kënaqshëm të respektimit të komuniteteve. Dhe ka pasur diplomat amerikanë veçantë, të cilët kanë thënë që si mund ne sot të shkojmë t'i kërkojmë dikujt një vend i njohjen e Kosovës, ose antarësimin e Kosovës në një mekanizëm ndërkombëtar, kur gjitha raportet ndërkombëtare flasin për një çështje, nuk po e quaj atë armiqësore, por një çështje jo adekuate dhe konfrontuese të institucioneve të Kosovës ndaj komuniteteve në veçantë atij serb, që është padyshim pashmangshëm një prej elementeve. Kështu na bota, e pranuam apo nuk e pranuam. Dhe në një situatë tillë, pastaj gjitha këto zhvillimet për të cilat ne diskutuam duken si të natyrshme. Pra normalisht që nuk do të kemi progres, kur në sytë e ndërkombëtarëve për shkak të veprimeve të tona shpesh populiste, shpesh të paarsyeshme e ndonjëherë nën arsyetimin e zbatimit ligjit, nuk janë kapitalizuar siç duhet për ta fituar betejën tavolinë. Dhe prandaj përmenda që kjo çështja e vilave në Ujman është padyshim një shembull jashtëzakonisht ilustrues i mirë që tregon se si mund ta humbasësh një të drejtë që ke, pra për zbatimin e ligjit, vetëm për shkak se ngutesh për qëllime krejt populiste elektorale, që ti fitosh që ta bësh një veprim një 2 javë para se të mbyllet një për përfitime elektorale. Dhe kjo është e papranueshme dhe unë besoj është te dëshpëruese për ata që ja duan të mirën Kosovën, se si Kosova po shënon autogola, nëse mund ta quajmë kështu. Politikanët dhe mund të krijojnë kalendar ngjarjesh që kanë tingëllojnë populistët, tingëllojnë me efekte dhe motive për përfitime elektorale, por në kursin politik të saj të brendshëm edhe të jashtëm, kjo politikë që ka Kosova aktualisht për ju ka cilin lloj bilanci? Padyshim me një politikë të tillë e me një konstelacion ndërkombëtar të tillë mbi gjitha, Kosova do ta marrë një faturë, unë besoj, te ashpër në fund të gjithë këtij procesi, përveç se do të mbesim pa u integruar në shumicën ndërmuese të mekanizmave ndërkombëtar, rrezikojmë që të izolohemi në kuptimin që jo vetëm të na shohin me shpërfillje ndërkombëtarët, siç besoj kanë nisur ta bëjnë për gjatë kohëve të fundit, por pastaj edhe të shndrohemi në pikë referencë për problemet që ndodhin. Pra, përveç se mund të jemi të parëndësishëm, rrezikojmë që të jemi ose të shihemi si faktor destabilizues që pa asnjë dyshim është pika që Kosova duhet ta evitojë me çdo çmim. Dhe një bilanc i tillë pastaj normalisht do të ketë pasojë edhe në zhvillimin e Kosovës, sepse fundja pa raporte të mira e konstruktive me aleatët, sidomos me SBA dhe BE-n si të tillë, e që BE tashmë duket që as vet nuk e di se si do cilët me Kosovën, për shkak edhe të problemeve të tyre, por sidomos të tonave, Kosova do ta ketë cunguar mundësinë për çfarëdo zhvillimi. Tazëm Kosovë, ne jemi duke humbur qindra miliona euro nga plani i rritjes për shkak krizave tona politike, dhe ka politikanë që dalin po mbas edhe nuk na duan ato para. Sepse fund ato nuk po përdoren për t'i shpërndarë nga 100 euro për qytetarët. Dhe kur qëllimi është mirëmbajtja një situate të tillë, tash padyshim që do të arrijmë pikën ku askush nuk do t'ja shoh hajrin asnjë vendimi, të paktën në periudhë afatgjatë.